Hiqni qimet e sqetullave përgjithmonë me këtë recetë dhe do befasoheni. Higjiena e rregullt është e nevojshme për mbarvajtjen e sqetullave. Ashtu si çdo pjesë tjetër e trupit, në fakt sqetullat janë një zonë e caktuar e trupit që lidhen me qimet e padëshiruara, erën e pakëndshme dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, djersitjen e tepërt. Janë metoda alternative të cilat ju vijnë në ndihmë dhe ju kursejnë gjithashtu shumë para dhe kohë. Limoni me sheqer. Metoda e depilimit, të cilat përfshin sheqerin, janë përdorur edhe nga gratë aziatike për shekuj me radhë. Kjo metodë është e thjeshtë dhe efektive. Gjithçka që duhet të bëni është të përzieni 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë gjedhë sheqer, derisa të përfitoni një pastë homogjene. Pastaj aplikoni pastën në zonën e sqetullave dhe lini të veprojë për disa minuta. Më pas hiqeni pastën me një leckë të pastër të lagur. Ky trajtim duhet të bëhet 2 herë në javë me qimet që do të rradhohen. Veza me miell misri, gjithashtu e përdorur në të njëjtën mënyrë, mund të ndihmojë në lehtësimin e këtij problemi.